Përshëndetje, unë jam doktorësh Albana Daka, specialiste në mjekësi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Udhëtimi i shëndetit dhe i regenerimit, kështu e kemi quajtur ne çdo udhëtim që pëson çdo klient pranë klinikës Fit Health, pra persona të cilët nuk kanë një problematik shëndetësore specifike, por duan që të parandalojnë sëmundjet dhe të mbajnë organizmin në gjendjen sa më të shëndetshme. Dhe pikërisht ky udhëtim fillon me një check-up të detajuar, të personalizuar, për të cilin kemi folur edhe më parë, i cili është i detajuar, por edhe i personalizuar në bazë të gjendjes tonë shëndetësore dhe anamnezës tonë familjare dhe problematikave aktuale që kemi. Në fund të këtij check-upi dhe në bazë të rezultateve ne vendosim nëse kemi ose jo për të bërë konsulta me mjek të tjerë specialist, e mbas kësaj fillojmë një regjim ushqimor të personalizuar, padyshim duke e konsultuar personin edhe për aktivitetin fizik që ai duhet të bëjë, duke vajtur, duke filluar me shëtitje në natyrë apo edhe me ushtrime në palestra apo terapi të ndryshme të aktivitetit fizik, dhe padyshim nëse kemi problematika fillojmë me suplementimin oral, pra nga goja me suplementet, por më e mire sot është ajo intravenoze. Ne jemi futur në stinën e vjeshtës dhe marrja në mënyrë intravenoze është rruga më e sigurt dhe më e shpejt për të dhënë rezultatet sa më të shpejta. Terapit vendoset në bazë të problematikave apo vitaminave apo antioksidantëve që organizmit i duhen, dhe më pas vazhdohet me terapin hiperbarike. Terapia hiperbarike apo oksigjeni me presion të lartë, padyshim në personat që janë të shëndetshëm, ne gjithmonë orientojmë 10 deri në 15 seanca për një periudhë 2 deri në 4 javore, e cila duke çuar oksigjen me presion të lartë do të bëjë që të rigjenerojë ato qelizë që kanë filluar ta ngadalsojnë ritmin e punës së tyre. Dhe kjo në fakt nuk do të vërehet vetëm në lëkurë, është indi që ne shikojmë më shumë, por në gjitha organet. Atje ku oksigjeni do të gjejë inflamacion, atje do të japi riparimin më të shpejt. E si e kuptojmë në këtë? Me rritjen e energjisë, me rritjen e cilësisë së gjumit dhe me uljen e lodhjes kronike, kjo sidomos për personat e moshës së mesme që kanë një aktivitet profesional shumë të ngarkuar gjatë ditës, apo edhe stresi psikologjik jep atë që ne quajmë ulje të sistemit imunitar. Mbajtja e një imuniteti të fortë dhe rigjenerimi i organizmit janë armët sot për të parandaluar të gjitha sëmundjet.